Banorët e fshatit Gryk Madh në Peqim protestuan kundër zbatimit të projektit për ndërtimin e rrugës Elbasan-Lekaj, pasi aksi ndan fshatin në dy pjesë. Banorët thonë se kanë kërkuar ndërtimin e një nën kalimi në mënyrë që të shkojnë lehtësisht te tokat bujqësore që ndodhen në anën tjetër të rrugës, por kërkesa e tyre nuk është marrë parasysh. Mirë se për shtru këtë rrugë nuk na kanë shtru këtë vite, po i me thonë vjen në natë, në marrin natë, në kalojme to. Tu nuk kemi dalë për partisa, ne nuk kemi dalë për drejtën tonë. Nuk e njifet prona, nuk e njifet e drejta, këtu është mohu çdo gjë, shtetja është inexistent, është vetëm për të vjetë. Për nënkalimin që na është mohu nuk do bëhet, si mas projektit që na ka dhënë inxhinieri. Rrugë dytësore, shikoni vetë se janë bë mal poshtë, mal lart, ku do futen këtë popull, ku do komunikoj me prodhime që do i vjelin gjatë beharit. Një tjetër problematik që ngritën banorët e fshatit Gryk Madh ishte edhe kostoja e ulët të vlerësimit të pronave që preken nga autostrada. Ata kërkojnë kompensim me vlerën reale të tregut. Në kalim, duhem lekë të tokës, se unë tokën e kam ble me pare, e kam marrë me 7.000 lekë metrën katror. Sot unë t'ja jap të shteti me 2.000 lekë, i kërkojmë kryeministrit, majtë drejtësi, ti majra gjirellojt me fshatar, me qytetar, se i mi gjithë populli këti veni. Këtu është vlerësu si maslafe që kemi dju nga firma nga tje me 2.400 lekë metra i bid një koklakë. Badartije që përbojnë ljumë i shkumbin. Kush e mërë të zhabër, si e marrin? Me një gjatësi rreth 40.7 kilometra dhe me vlerë totale 128 milion euro me të vëshë, rruga Elbasan-Lekaj është pjesë e korridorit të 8 dhe kalon në disa fshatra të Elbasanit, Peqinit dhe Kavajës.